Mirëmëngjesi, dhe përshëndetje në një video të re. Jam gati edhe do shkojmë tani të bëjmë kontrollin teknik. Dhe po thoja që u bëra gati, është ora 8:26 sepse do shkoj që të bëj kontrollin teknik të makinës, që ç'është e vërteta më kishte skaduar në korik. Por duhet jemi të rregullt edhe do ta kemi mendjen sidomos kur kemi mjete. U vendos këtu kjo, vendoset edhe në kalendar dita që do bëhet kontrolli teknik. Unë eci me rregulla edhe okej, mund eci shila. Me fik makina se me shprishur edhe start stopi. Hëmër shok. Këta që i bien Boris, nuk e di domethënë se çfarë lloj spejtësi janë. Anyway, unë eci me rregulla, kështu që nuk kam probleme me policinë. Por që kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i lëmë gjërat pasdore vetëm sepse nuk na ndalon policia. Apo jo. Kështu është hera e parë që unë bëj kontroll teknik makine, se normalisht është hera e parë që unë kam makinë. Dhe kam marrë babin në telefon, e kam pyetur disa herë çfarë duhet bëj, çfarë duhet paguaj, si qysh tek. Shpresoj mos të jetë në një procedurë shumë e ngarkuar, e ngatruar edhe mos më hapin probleme. Dhe u vesha u pispillosa sot, se nuk e di pse. Ndjeva që doja të isha e bukur sot. Wow! Sa po arrita tek kontrolli teknik, kam rezervuar në orën 9:25, tani këta nuk e di se si funksionojnë, se ka shumë jashtëzakonisht shumë makina. Nuk e di në qoftë se futen tamam me orare apo futen si të vinë, po duhet të zbres tani dhe të shkoj tek një kiosk aty brenda, ku po shikoj që hyjnë edhe dalin shumë njerëz. Do ju marr me vete dhe do ju tregoj edhe juve se mbas e ka edhe njerëz të tjerë që duan të bëjnë kontrollin teknik, po janë prerë të parë si puna ime. I do ju tregoj dhe unë do ju mësoj. Mbaroj dhe kontrolli teknik. Sa e lumtur jam që e bëra një gjë të tillë vetë. Atëre, hapi i parë, duhem paguar taksat vjetore. Hapi i dytë, duhet paguar tarifa e kontrollit teknik, që ishte 22.000 lekë. Hapi i tretë ishte që merrin makinën edhe e fusnin tek ato vendet ku ju tregova edhe ato imazhet për ta kontrolluar nëse ishte okay apo jo. Dhe unë e kisha makinën shumë okay. E tha për gjithë ato kilometra tha që ka bërë këto 2 vitet e fundit, për 2 vite tha, është xham po thoshte për makinën. Normale se makinën e ka mbajtur mami edhe prandaj e morëm, se ditëm kujt ja blem. Tani çfarë do thoja unë? Është e mira e të mirave që të bëni rezervimin online nga Albania përpara se të vini këtu, siç e kisha bërë edhe unë për shembull në 9:25, sepse sado radh të ketë aty brenda, në momentin që ti ke bërë rezervimin, futesh direkt. Edhe mbarova shpejt. Në 9:30 unë e kisha bërë rezervimin 9:25, 9:36 më duket u fut ai, edhe 9:48 mbaroi komplet kontrolli. Tani do ikim të lëm makinën në shtëpi dhe do nisemi të takojmë Arvanën, shoqen time, ish kolegen nga një zyrë interior designi që kam patur punuar më përpara. Dhe këtu, siç e shikoni, është pjesa ku bëhen testet e makinës edhe të motorit. Dhe së shpejti mund të jem edhe unë një nga ato që bën testin e motorit. Së shpejti. Nuk e di se kam vendosur akoma, po qef e kam që ta bëj. Ta di, ta marr motorin e mres, ti iki vec. Në fund u mblodha në shtëpi. Pasi shkuam për të ngrënë me vanën, pastaj shkuam për të pirë nga një gjë tek Mikeli dhe do ju tregoj se çfarë më ka bler mua vana. Përpara disa ditësh, javësh, unë kisha bërë një postim në Instagram, po më mbaronte ky lapsi i buzëve, edhe e kisha të prerë dhe një farpike që nuk lexohej fare emri, brendi. Dhe kërkova ndihmë nga ndjekësit e mia se cili brend ishte dhe ku mund ta gjeja këtu në Shqipëri. Ndërkohë,
u futë në punë edhe ndjekëset e mia, po edhe Vana. Dhe më tha që do iki së shpejti në Itali, më tha mua, dhe të shikoj nëse ka do të marr. Më çon pastaj mesazh pasi kishte shkuar i kishte blerë dhe më tha që ka marr 4 copë. Dhe mua tani më janë bër 1 2 3 4 5 6 7 lapsa nga Bella Oggi me kodin 09. Ishte ai që kisha vendosur unë sot edhe i kishte vendosur në një çantë kështu me lule, me pjom. Thank you! Nuk di domethënë, gjeste të tilla nga njerëz që i takon rrallë, se nuk të bie më mundësia për të takuar shpesh, janë shumë të bukura edhe i vlerësoj pafund. Domethënë, ne kemi qenë kolege vetëm për 8 muaj. Dhe më pëlqen shumë që kemi krijuar afrimitet jo vetëm me Vanën, po me një pjesë të madhe të kolegeve që kam patur, sa arrihet në këtë pikën që më ndihmojnë për gjëra të tilla dhe jo vetëm më ndihmoi që mi gjeti, po edhe mi bleu dhuratë. Kështu që njerëz të tillë, nëse i keni afër, mbajini akoma më afër dhe vlerësojini sepse janë njerëz të rrallë. Jo për t'ju bler dhuratë, se mos më keq kuptoni. Edhe u kënaqem domethënë me muhabet. Tani presim që të bëhemi edhe me koleget e tjera, shupkat e tjera që vazhdojnë akoma punojnë atje ku ishim ne, dhe të dalim për muhabet e për qef. Tani, pa bërë shumë gëdz edhe llafe, unë duhet t'i futem shtëpis, po kur them me themel, të dalë deri në katin minut mish. Është shumë rëmuj. Shumë. Erdhi momenti tani që të vendos bijuterit në përvende, kështu që do ju tregoj disa bijuteri që kam marrë nga Temu. Kam marrë edhe shumë gjëra të tjera në fakt, po nuk i kam këtu, i kam nga shtëpia e kushërirës, nga shtëpia Adeles, se kishin arritur kur unë isha në plazh dhe nëse nuk i merrte njeri për 3 ditë, ato ktheheshin prap në destinacionin fillestar. Atëherë, së pari, çupat si pëlqyen këto, ajo Erisa me Aleksin, po më pëlqen shumë, nuk e di pse. Mora këtë setin, që është me këtë lule jeshile, më pëlqeu shumë. Dhe ka këtu nazën, ka edhe këto bëthët. Ja, të dyja. Sa cute është seti. Pse nuk më pëlqen ato mua? Shushka. Mora shumë veth këtë radhë, shumë. Sepse dua të kem shumë lojshmëri veth kash. Vethkat e tjera cute si pëtuci janë këtu, lulkat. Sa të bukura! Kanë dhe këtë pjesën këtu, nga mbrapa. Si u duket? Që nga që ke çuditshme. Duhet rregulluar më mirë, nejse. Si s'po më qeka. Atëherë, unë kisha bërë një gaf. Si këto, që shikoni këtu, kisha porositur 2 sete të ndryshme, se ishin me foto të ndryshme. Kështu që një nga këto setet do ja jap Marias, kurse setin tjetër, që janë 1, 2, 3, 4, 5 vëth, e kam unë. Por gafa tjetër që kisha bërë, ishte që kisha porositur edhe një set tjetër me vëth, po vishnjë, edhe po shikoj që kam një palë, 2 palë vëth të njëjta. Për shembull, kisha marrë këto dhe këto, pa e kuptuar domethënë, kjo është pak më vogël, kjo është pak më e madhe. Seti tjetër i njëjtë, këto dhe këto. Kanë vetëm këto detajina në sorë, domethënë pak më ndryshe. Shikojeni? Edhe ngjyra. Kjo është pak më errët, vjen kështu si në kafe, kurse kjo është vishnjë. Pastaj tjetër janë këto, to cute-sit me këtë lulen e vogël, to perlat, super të bukura dhe këto, dhe një palë që janë të varura kështu të gjata. Dhe këto që janë të preferuarat e mia, sa të bukura! Cute! To ishin blerjet e bijuterive nga Temu. Gjërat e tjera, kur di Adela nesër nga Korça, të vetë ti marr edhe t'ja tregoj. Tani vazhdojmë me sistemin.
thoni ju, ky body mist i Youth Labit, nuk e di nëse jo kam treguar përpara apo jo, nuk e di, jo kam treguar. Na qenë kërkësh hapur edhe do jetë derdhur. Dhe unë një moment, kur po ngrisja makinën, në momentin që do jetë hapur kjo, domethënë edhe ka filluar derdhet, fillova dhe po i thosha Emre, se ç'pije njerëz të mi në makinë, nuk e di se kush hodhi, se nuk ka shanse që të ketë kaluar dikush me parfum jashtë dhe të bjerë ka qenë të mirë brenda. Pas ka qenë kjo. Tani që e zura me dorë, e kuptova që ishte hapur. Ja ku sistemova dhe këtu arsenalin e kremrave dhe të vajrave. Ky vaj po Youth Labit Wet Skin, shiko sa pak ka ngelur, se kam përdorur shumë, unë s'para përdor vajra shumë. Shikojni pa. E mora këtë vaj në vjetë. Shikojni se sa është përdorur në një javë pushime. Shikoni këtë, në një javë pushime. Është kaq i mirë, dhe më ka dhënë kaq shumë ngjyrë sa nuk më ka dhënë absolutisht asnjë vaj tjetër. E sugjeroj domethënë që ta merrni. Shqyr që para se të ikja, gjatë kohës që po prisja Emren të vinte në shtëpi, sistemova shtëpinë dhe ndrova edhe çarçafët, kështu që nuk kam punë me gjëra të tilla. Domethënë çfarë ishin rrumuj, ishin vetëm gjëra që sollëm ne nga plazhi. Tani do ve një fshes edhe një leck dhe shtëpia është gati. Ndërkohë, duhet të mendoj edhe ndonjë gjë për të ngrënë se më griu, po pres të vi Emreja nga puna. Duke qenë se unë mora me makinën sot, pastaj dola, pastaj erdha në shtëpi, sistemova, pastrova, lava, fshivam dhe tash, Emreja tha do gatuaj unë sot, do ta bëj unë darkën sot. Ore, sikur s'ka shumë dritë. Nejse, edhe kam marrë një qep, 2 domate, 2 patate, një avokado dhe një limon. Iku direkt hedh plerat, edhe sa të vi Emreja, unë po laj këto patatet, po i bëj gati, nuk e kam idem fare se çka do gatuaj, të them të drejtën. Më ka thjesht lere se i sistemoj unë. Ta po të duash bëj unë pilaf, jo, ta do ta bëj unë, se ti bëre punë të shtëpisë. Po gjithsesi, me qenë se jam në këtë vrrullin e punëve, tash pa hajt po e ndihmoj. Griu kaçkavallin e rende. Bëri këtu qep dhe domate. Theku pak bukët në furrë, tani po i lyen me vaj ulliri të përzier me bune? Zeytin yağı, kekik. Kekik, rigon. Me rigon. Po bëjmë edhe patatet skuqura dhe brusketa. Kishte marrë dhe avokado, po kjo me zi shtypej më ngriti nervat, se ishte shumë e fort, ishte e paberë. Të lumshin duart. Bëft mirë. Mbaruan punët, mbaruan bukën. Tani orari i filmit. Sa po mbaroi filmi që titullin e kishte, prita gjej në anglisht, se po shikonim në turqisht. The Curious Case of Benjamin Button. Është film i vitit 2008 dhe luhet nga Brad Pitti. Ishte shumë interesant. Gjason pak fare, domethënë me sa mbaj mend, me The Age of Adeline, në qoftë se e keni parë, me Blake Lively. Ja u sugjeroj ta shikoni. Ishte shumë i bukur. Në Netflix e pam ne. Tani ora 11:30, kështu që duhet të shtrihemi, të flem nani edhe nesër fillon avazi im me editime. Do ngrihem në mëngjes dhe do editoj gjatë gjithë ditës. Kam 3 video nga pushimet për të edituar edhe këtë që po filmoj 4 video që do dalin në 2 javë vetëm. Po vjen dhe ditëlindja ime, pastaj në shtatore ka ditëlindjen e Emreja. Jas, me zi pres. Por, më shumë me zi pres ditëlindjen e vitit që vjen, që do bëj 30 vjeç. O zoti madh, ku? Unë 30? Kur isha e vogël unë, njerëzit që ishin 30 vjeç më dukeshin si ata që janë tani 60. Unë 30. Që lidhje kam unë me 30-ën? As me 29-ën, jo më me 30-ën. Mua më duket vetja sikur jam 20 vjeçën.
Okej, 18 to jam përpara, po jam rritur pak tani 20 vjeç. Crazy si është jeta. Wow. Njeriu e rritin përgjegjësitë. Dhe në kohët më përpara, njerëzit dukeshin më të rritur nga përgjegjësitë që kishin, nga familja që krijonin shpejt, nga punët që bënin, nga hallet. Nëse mos të fillojmë flasim gjëra të tilla në mes të natës. Hajde, shihemi nesër. The next day. Guys! Përpara se ta mbyll këtë video, do t'ju tregoj edhe pjesën tjetër të gjërave që kam porositur nga Temu, që me zi i prisja. Pse kaq pak? Kaq pak që porositur unë? Kam porositur që e pik falso. Sikur unë ngela duke vënë që e pik, po nejse. Më thanë që janë të mira këto të Temu, se dhe i porosita t'i provoj dhe i ka marrë kafe. Nuk e di ç'po ka gjetur mua me që pikët kafe. Ky është ai, më duket. Kjo është ajo e mami që më tha mami ma porosit. Edhe unë harrova që e kisha porositur. Kjo është për të lyer këto rrënjët këtu përpara kur dalin thinjet ose kur zbardhet ngjyra. Që e mamit. Edhe më tha, ma ke porositur, unë se mbaj me tash mbase e kam vendosur aty, po se kam porositur akoma. Me sa duket e pastër kam porositur. Ktu kemi ushqen besoj? No, janë dita aty. Është një kuti të tillë. How cute is this? Pluhur zane. E heq këtë tapën, kështu. Dhe kjo këtu pas ka edhe një tapkë tjetër. Këtë. Shikojeni? Dhe është kjo pastaj që e fryn. Tani mua, shikoni si më bën duart. Prit. Shikoni. Por do e provoj një. Oh my god. E shikoni? Cute! Cute si, më pëlqen. Edhe gjithmonë kam patur ëndër të kisha një gjë të tillë kështu me se shikoja në për filma, në për kukullat, këto filma vizatimor, domethënë ato parfume që i hitnin në këtë lloj mënyre. Mora nga këto shishkat që mendoja që kisha dhe kur doja t'ikja me pushime nuk kisha, jo thash kur ika në gjipe. Kam marrë edhe unë, edhe Alexia, një par sytjena që vishen në këtë lloj mënyre. Domethënë thjesht në qafë, si t'ja u shpjegoj. Po ju vendos më mirë një foto që ta shikoni. Këto kanë, këto të dyja që vendosen këtu, kanë edhe një rip që lidhen këto të dyja, vendoset në këtë lloj forme dhe vihen kur do të veshësh diçka me kuriz jashtë, por të duhet të veshësh edhe sytjena. Kam marrë rroba banje që për fat të keq nuk arritën dot të më vini në kohë për t'i veshur andej me pushime. Një palë janë këto që nga shumë të lezetshme, unë nuk para mbaj rroba banje kështu 3 kënça, po nuk e di pse me hynë në qef për t'i mbajtur këtë vit. Këto janë të brendshmet, shpresoj të më rinë mirë. Janë kështu. Rrobat e dyta të banjes janë këto që dhe këto zot me zi prisja. Inshallah vem gjikundi në përfundjava që t'i vesh. Janë këto të kuqe dhe të brendshmet janë nejse. Rroba banje të tjera. E di çfarë kuptova këtë verë? Që të gjitha rrobat e banjës që unë kam janë shumë të shëmtuara. Edhe më duhet t'i ndryshoj komplet, më duhet t'i heq komplet, ose t'i fal, ose nëse si do njeri do t'i hedh, se nuk më pëlqejnë fare. Edhe vitin tjetër pastaj do ble tjera, nga Temu normale. Këto janë rrobat e dyta të treta të banjës, prit me si janë këto. I pas kanë lidhur, më pëlqej ka shumë ngjyra. Dhe i lidh kështu paraprakisht sa për t'ju treguar. Land to see, I've got my power if I just believe. 'Cause I'm no ordinary girl. I'm from the deep blue underworld. Këto janë të brendshme normale. Më pëlqen shumë ky detaji këtu i diellit. Këto janë të lartmet, si tjena, të brendshmet ashtu, me të poshtmet. Janë kështu, se si që nga forma këtyre. Okej, që nga mbushja. Prap me këtë detajin e diellit. Dhe kishin dhe këtë fund kënevockël. Prap me këtë detajin këtu, shumë të bukura. Të gjitha këto për të larama. Kam marrë kapse 4 copë, nga këto kapset e tilla.
Këtu janë 2 roz edhe 2 të bardha, për t'i vendosur kështu kur bëj make-up. Cute! Më në fund erdhi furça për të përhapur xixat në trup, sepse ka marrë xixa që vjet kur i kanë plazh, po nuk kisha këtë furçën. Edhe këtë prap pa dashje e kisha porositur 2 herë. Ndodhet tek kjo pakoja tjetër. Mora meeple covers, shpresoj që këto këtë herë t'jen të mira, se ato të kaluarat që kisha marrë nuk më pëlqyen fare, domethënë ta hiqnin bashkë me lëkurë kur i hiqe. Pastaj, për herë të parë në jetën time, kam marrë lingerie. Kam marrë një fustan nate. Shikojni pak sa i bukur është. Ta cringe. Është i shkurtër, si një zan, si një flutur. Kjo kishte edhe këtë pelerinën e satenit. Saten, më thënë material që i përgjason satenit. Ngjyra më pëlqen shumë. Dhe pelerina kishte dhe një rip. Gjithashtu një pal lingerie të tjera. Lingerie, këto janë thjesht fustane nate, fustane gjumi. Këto ishin sete, kishin pantallona më duket, një fustan i tillë, i shkurtër, sigurisht, bluzën, pantallonkat e shkurtra, dhe kjo kishte një pelerin të tillë. Sa detaj i bukur është këto! Më vjen shumë çuditshëm, kishte edhe ripin. Më vjen shumë çuditshëm që kam marrë gjëra të tilla, se unë nuk para mbaj gjëra të tilla, mosikletosin. Por që dua gjithmonë atë rehatin edhe komfortin, prandaj dhe nuk kam marrë më përpara. Po këtë radhë është, pse jo. Këto të tjera pastaj që kanë rrobat e Alexias, dhe pastaj këtu kemi gjëra që unë isha më e lumtur edhe mezi i prisja që të vinin. Dhe do thonë ju pse. Sepse unë jam njeri fiksuar, njeri që dua organizimin edhe që më pëlqejnë gjërat e rregullta. Dhe siç që thash, gjëja që më interesonte më shumë edhe që mezi prisja janë organizuesit. Dhe unë kam marrë 2 organizues për t'i vendosur gjërat në tualet, që do t'i vendos tani dhe shpresoj të jenë ashtu siç e imagjinoj, do t'i vendos tani edhe kur t'i përfundoj do ja tregoj edhe juve. Në qoftë se ja vlen apo jo, dhe unë përpara se t'i porosisja, mata dhe vendin aty në tualet, në qoftë se ishte tamam apo jo. Është ky organizuesi i tillë, që pas ka edhe këtë që mund ta ngjisësh në mur dhe vendoset në këtë lloj mënyre. Më mirë po ja u vendoset dhe nuk do e ngjis në mur, sigurisht, se në qoftë se lëvizim nga kjo shtëpi normalisht do e marrim me vete. Ja. Është kështu. E vendosa këtu këtë tani. Kjo supozoj ti që ngjitsi dhe ta ngjitesh aty te muri kështu. Shikoni pak se sa bukur i sistemova, se sa po më kënaqet syri. Se ato të vjetat ishin shumë kot fare. Kurse këtu janë të gjitha të sistemuara, të rregullta, këto janë në këmbë që duhet të jenë në këmbë, këto janë të ulura që duhet të jenë të ulura. Shikoni sa mirë u gjeta vendin. Ja, më këtë punë jam e vetmja. Këtë duhet ja ndryshoj emres, se nuk e di se sa vite ka të qetë, por duhet i bëj një tjetër. Dhe kjo ishte videoja e kësaj radhe, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer gjithë videoja, shpresoj që t'ju kenë pëlqyer produktet që unë kam porositur nga Temu. Temu po na ha lekët. Po punojmë për t'ia dhënë lekët Temut. Kaq ditë Temun. Përfundimisht. Përpara se të largojmë, ju e dini shumë mirë, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram, sepse në Instagram jam shumë aktive dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!